Gati për skuadrën që këndoi e fundit në radhë sonte, ajo e Genci Saliu, të shohim bashkë. Se djeli ndryqon, prapë shiu pushon, nuk diza në saj nga bimbja në kohë, gjithë shka do të falja që hapa të saj, të trokisnin, prapë tek unë. Dhe për me janë ata që sapo i pat Frankly, Erina dhe Aslajdo, treshja triumfuese e këtij edicioni të The Voice e skuadrës së Genci Saliut. Vetëm 2 prej tyre sidoqoftë do të vazhdojnë të jenë me ne edhe javën e ardhshme në gjysmën finale. Vendimin për të larguar njërin prej tyre e merr dhe trajneri Genci. Okej. Këta 3 janë edhe besoj që pajtoni ju tjerë, që janë shumë të mirë, të tretë janë për një me shumë të mirë. Vokalisht, muj më janë njës me budallime, po për një me, kështu generalisht, janë të tretë janë këngëtar shumë të mirë. Me njerë po të regoj kush duhet me shku, kështu e ka formati, ajo është Erina. Më vjen vërtet keq. Bravo. Relativisht nuk e keq. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Falenderoj Genci që më dha mundësinë të jem deri këtu. Ky është formati. Ky është formati. Nuk po mos e lër ëndrrën tënde të iki vetëm prej kësaj, okay? Absolutisht. Uroj të të shoh prapë zonën zotëri, një duar të gjetë fort për Erinën. Ndahet me ne sonte nga The Voice, kështu që automatikisht gjysmë finalistët e tu janë ty 2 djem, apo jo? Po, mu më merë keq që shkoj Erina para se unë me pas rastin me elaboru pse ko marrë këtë vendim, si do qoftë mundet me thonë të këtë. Okej, jo, po mund t'ja thuash edhe vetë sepse ja prishin do takoni, absolutisht. Si do qoftë, po duhet shkurtimisht me spjegu, si stash të tretë janë shumë të mirë, dhe për një men është shumë vështirë me zgjedhë nëse i këshur prej aftësive vokale që i kanë. Një sen cilin Erina e ka pak problem është se Erina si tip krejtësisht introvert që është. Ajo për një me mbyllët në atë guaskën e vetë, edhe ka njëherë për një me nuk e percepton shumë mënyrë lucide realitetin rrethsoj, po flasën në kongë. E kuptoj. Edhe thjesht e ndigjon një farë kongët mrenshme që e ka edhe nuk krijon shumë relacion me orkestrën, edhe kjo e ka bo pak të vështirë në punë me ta. E kuptoj. Edhe kjo është... Kështu që Frankly dhe Aslajdo janë në gjysmën finale në Genci Saliut. Ky ishte vendimi i fundit që Genci merr në këtë edicion.